Dje në orën 10 në rrugën Ilinden në Tetov, zyrtarët policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë arrestuar personin ZG 24 vjeç nga fshati Zhelin e Tetovës. Ai ishte i kërkuar në bazë të një urdhri gjykate për vuajtjen e një dënimi me burg për veprën penale vjedhje sipas nenit 235 të kodit penal. Ai është dërguar në institucionin ndëshkues përmirësues burgu i Tetovës për vuajtjen e dënimit. Dje në orën 15:40 zyrtarët policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin HM, 37 vjeç nga fshati Vranjovc e Gostivarit, i cili paraprakisht me automjetin e tij të udhëtarëve Golf me targa të Gostivarit në rrugën Strashopinxhur në Tetov kishte marrë pjesë në një aksident trafiku me një automjet tjetër Golf, në të cilin ishte shkaktuar vetëm dëm material. Gjatë marrjes së masave dhe kryerjes së kçyerjes është konstatuar se ai është në ndikimin e alkoolit, gjithsesi janë matur 2.20 promil alkool në gjak. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të bëhet një kallëzim penal sipas nenit 297A të kodit penal, drejtim i pakujdesshëm i automjetit motorik. Dje rreth orës 12:20 në rrugën Sedek Kostoski, zyrtarët policor nga Departamenti i Policisë për Sigurinë e Trafikut Rrugor Gostivar, gjatë një kontrolli në trafik, automjetit motorik të udhëtarëve Mercedes me targat Gostivarit, i drejtuar nga NE, 55 vjeç, nga fshati Çegrani Gostivarit, është konstatuar se ai krynte transport publik të udhëtarëve pa posedimin e licencës përkatëse. Pas dokumentimit të rastit kundër tij do të pasojë një parashtresë përkatëse. Dje në orën 19 në sektorin për punë të brendshme Tetov, BB 33 vjeç dhe SB 31 vjeç nga Tetova kanë raportuar se rreth orës 13 pas një grindjeje paraprake ka ndodhur një zëng fizike mes vajzës së tyre të mitur dhe një shoqeje të saj të klasës, pas së cilës nëna e fëmijës tjetër e ka sulmuar fizikisht vajzën e tyre. Në lidhje me rastin janë përfshirë zyrtarë nga qendra për punë sociale Tetov dhe po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Mbrëm në orën 22:35 në stacionin policor në Jegunos, personi IK, 37 vjeç nga fshati Prelubisht, ka raportuar se rreth orës 12:35 djali i tij 9 vjeçar ishte lënduar me një send të fortë nga një shok i tij i klasës, po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje në orën 16:30 në departamentin policor grup Qin, personi KF, 22 vjeç nga Tetova, ka raportuar se në rrugën rajonale Tetov Zhelin ishte sulmuar fizikisht nga një person, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Të mërkurën mbrëma në stacionin policor në Jegunos, personi BS, 48 vjeç nga fshati Jegunos e Tetovës, ka raportuar se para një objekti hotelerik në fshat, pas një grindjeje të shkurtër, ka ndodhur një përleshje fizike mes tij dhe bashkëshortarit të tij, ST, 60 vjeç, po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.